Kreu lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shprehur sërish dëshirën e tij për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe ka theksuar se ky do të ishte koalicioni i dur. Madje ai përmendi edhe 3 votat e nismës së Fatmir Limajt. Sipas tij, Kosova duhet të ketë opozit, duke shtuar se nuk e përkrah idenë për qeveri tranzitore. Vetëvendosje plus LDK plus pakicat jo serbe do të bëheshin 77 deputet. Madje nëse na shtohen dhe 3 të nismës do bëhemi 80. Edhe për marrëveshjet ndërkombëtare kjo besojmë që është rruga e dur. Unë nuk jam për qeveri teknike, e cila do ta lë Kosovën pa opozit, ka deklaruar Kurti. Ai ka përmendur gjithashtu ftesat që u bëri PDK-s dhe LDK-s në tentativë për të dalë nga ngërçi dhe ka treguar se ka një marrëveshje me kryetarin e nismës socialdemokrate Fatmir Limajn dhe u shpreh i gëzuar që nisma është rikthyer në pushtet dhe tha se kjo parti do duhet të ishte parti si motër me lëvizjen vetëvendosje. PDK-si duhet edhe një mandat tjetër të jetë në opozit, mezi pas 20 viteve e nxorëm në opozit dhe nuk e kuptoj përse ata kanë zell për të rikthyer në pushtet, theksoi jo pa nota ironie ish kryeministri Albin Kurti. Albin Kurti rikthyi ide se një koalicion me LDK i palëkundur nga refuzimet e saj. Kryeministri e detyrë i Kosovës nënvizoi se bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe 3 mandatet e nismës mund të bënte edhe deputet në parlament. Unë i kam ofruar LDK-s mundësinë për koalicion, sepse e konsideroj si më të afërt për bashkëqeverisje, përsa i takon orientimeve dhe përvojave, por edhe sa i përket elektorateve tona. Them se ky do të ishte koalicioni i duhur. Vetëvendosje plus LDK plus pakicat jo serbe do të bëjë 77 deputet. 57 jemi, edhe 20 të LDK-s do të bëshim 77. Madje nëse na shton dhe 3 të nismës, do bëhemi 80. Edhe për marrëveshjen ndërkombëtare, kjo besojmë që është rruga e dur përpara. Unë nuk jam për zgjedhje me qeveri teknike, qeveri tranzicionale, të cilat e lën Kosovën pa opozit. Më herët Kurti insistoi se kandidatura Albulene Haxhiut për kryetar të Kuvendit të Kosovës është vendimi i partisë dhe nuk do të tërhiqet, ndërsa u shpreh i gatshëm për kompromis me qeverinë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka mirëpritur në selinë e PDK-s ambasadorin e ri të Italisë në Kosovë, Mauricio Antonini. Sipas Krasniqit, gjatë takimit me ambasadorin italian është diskutuar për situatën aktuale politike në vend. Kosova ka nevojë urgjente për të dalë nga bllokada, sepse qytetarët po përballen me sfida të mëdha dhe ka nevojë për institucione funksionale dhe veprime konkrete, jo pritje të pafundme. PDK ka dëshmuar se është e gatshme gjithmonë për komunikim me të gjithë faktorët vendor dhe me miq tanë ndërkombëtar për të mirën e vendit dhe qytetarëve tanë, ka deklaruar Krasniqi. Kujtojmë se për herë të 19 deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar në konstituimin e legjislaturës së 9, që nga betimi deputetëve më 19 prill, seanca në Kuvend ka ngecur pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryetarit. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ditë më parë është kërcënuar me jetë përmes një emaili. Lidhur me këtë rast, Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur për mediat vendase se ka nisur hetimet për identifikimin e autorit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar informacionin nga Policia e Kosovës lidhur me rastin konkret. Në kuadër të kësaj ka autorizuar njësim për kadrët të policisë që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me identifikimin dhe zbulimin e kryerësit të mundshëm të veprës penale, ka deklaruar Arbrora Luta, zyrtare për komunikim në PSRK. Nga Presidenca e Kosovës kanë bërë të ditur se kërcënimi i fundit me jetë ndaj Osmanit është vetëm një hallk në zinxhirin e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë që ajo ka marrë ndër vite. Rasti i kërcënimeve të një pasionshme me jetë ndaj presidentes dhe familjes së saj është i vetmi në historikun e institucioneve, siç na është thënë nga institucionet e sigurisë, ku asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtësinë, deklaroi Bekim Kupina, këshilltar për media e presidentes Osmani.